deklaruar që 70% e punonjësve kanë me ju për 10 vjet. Por e vërteta është këtu prej para 10 vjetësh kanë qenë 3-4 mijë punonjës në fushë marinës. Dhe sot janë vetëm disa qindra. Pse vjen kjo? Pse? Se po i trajtoni me dignitet ju. Ky është digniteti që nga 3-4 mijë punonjës që kanë qenë në fushë, sot janë disa qindra. Bashkë me kontraktorët. Keni deklaruar që shpërndani bonusën. Po, shpërndani. Disa fish për zotrin tuaj dhe shumë më pak për punojësin. Ky është trajtimi me dignitet, ky është familja madhe që ju deklaroni, ku i ndani zotrin tuaj dhe shefat tuaj në përqindje shumë më të mëdha të bonusit dhe punojësit e fushës shumë më pak. Keni deklaruar që keni dhënë dhe tjetër ushqimore, 13.200 lek. Akoma nuk e keni bërë. Pavarësisht se ka qenë kërkesa jonë, keni thënë që do jepni këtë muaj. 13.200 lek që kemi kërkuar ne me kohë, mund të jepet këtë muaj, akoma nuk është dhënë. Megjithatë, cateringu juaj dhe banketet tuaja arrini $100.000. $100.000 merri zotëria juaj. Dhe deklaroni që trajtoni shqiptarët dhe punonjësit me dignitet. Me çfarë digniteti? Me çfarë digniteti ku të banka këtu ngjitur, as kredi nuk marrin dot. Se kështu e keni kthyer këtë biznes. As kredi nuk po marrin dot. Shoqëria Bankers përpara se ta merrnit ju, ka qenë një shoqëri elit, ku të gjithë ishim krenarë që punonin në Bankers. Sot e vjen tërp që jemi pjesë të këtij biznesi. As kredi nuk marrin dot, ikni te banka aty shikoni. As kredi nuk merret dot këtu, se kështu e keni këtë ndisur ju. Shumë probleme të tjera që ka aty. Vazhdoni akoma dhe mashtroni dhe gënjeni rridhi hysyve punojësve. Statusin, akoma nuk jepni statusin. Thoni që ju trajtoni me dignitet, ku në fakt i trajtoni të ndarë punojësit. Pagat i bëni preferenciale, duke i ndarë, duke të nënështruar dhe jo. Nuk e parashikon kështu ligji. Po kështu doni ju që t'i mbani. Kështu e keni kthyer ju këtë biznes. Ne nuk do të ndalemi derisa digniteti në asotarve të shkojë atje ku duhet. Nuk do të ndalemi. Keni deklaruar që bëni dhe sigurim jetë. Pa dyshim, se shumë bizneset të tjera. Po në dallim nga shumë të tjerë, ajo që bëni ju është që ju e mirëni shërbimin gold, kurse punonjësit marrin shërbim të rajeve të dyta dhe të treta. Gold zotëria juaj që rinë për zyra. Gold se ju e keni riskun më të madh. Ju do të shëndetin më shumë. Ju që rinë